Pavarësisht se Komisioni Antikorrupsioni drejtuar prej tij përfundoi me 0 rezultat, Fatmir Xhafaj vijon të këmbgul se duhet rritur kontrolli mbi institucionet e pavarura. Duke folur në seancën plenare të ditës së sotme, ai tha se institucionet e drejtësisë duhet reformojnë procesin e llogaridhënies përpara kuvendit dhe rrjedhimisht qytetarëve, si një themel për përmbushjen e reformës në drejtësi. Plani i komisionit që u ngrit prej tij ishte që të ndërhyej te sistemi i drejtësisë. Pas presionit ndërkombëtar nuk u arrit një gjë e tillë, por Xhafaj vijon të këmbgul. Ai tani drejton Komisionin për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale dhe nuk është çudi që ky komision të përdoret si manovër për të prekur drejtësinë. Në themel të reformës qëndron një parim i thjeshtë: drejtësia nuk mund të qeveriset nga politika, por nuk mund të funksionojë pa llogaridhënie ndaj shoqërisë. Ndarja në 2 këshilla të veçantë nuk ishte rastësi, por zgjidhje e menduar që synonte të ruante balancat në 2 deg të sistemit. Komisioni i Venecias e mbështeti këtë zgjidhje. Prokuroria dhe gjyqësori kanë përgjegjësi të ndryshme dhe secili të kishte organin e vet të veprimit. Shqyrtimi i veprimtarisë na tregon se sfidat në fushën e qeverisjes të sistemit mbeten të mëdha. Sipas raportit të BE-s, KLG nuk ka mundur të menaxhojë tërësisht pushtetin gjyqësor për të rritur eficiencën, duke mos dëshmuar aftësinë për të shpërndar burimet në mënyrë racionale, tha ai. Xhafaj deklaroi se këshillat nuk kanë arritur të krijojnë një kulturë llogaridhënies. Sipas tij, kjo kërkon që kuvendi duhet ndalet seriozisht dhe të ndërhyjë për të ndaluar këtë situatë. Pas më shumë se 5 vitesh, reforma në drejtësi ka hyrë në fazë të re drejt konsolidimit. Ne kemi nevojë për analizë të thelluar, jo për t'i gjykuar, por për të reflektuar me përgjegjësi për mënyrën se si po funksionojnë këto institucione. Duhet të rishikojmë kriteret dhe përzgjedhjet e kandidatëve jo magjistrat. Duhet garantojmë që përfaqësimi i tyre mos jetë formal, por për të garantuar llogaridhënie e transparencë. Kuvendi të përforcojë format dhe mekanizmat e monitorimit të punës së këshillave dhe inspektoriatit të lartë të drejtësisë, u shpreh Xhafaj. Deklaratat e tij janë një sinjal se nuk është çudi që PS dhe PD të bëjnë bashkë për të ndërhyrë tek reforma në drejtësi. Pak po kthehet në makt për të gjithë dhe zhbërja e reformës nuk është ndonjë çudi e madhe të ndodhë.